Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Rikthimi i Eglit në shtëpi, reagoi Nash për familjarët e Gjestit. Rikthimi i Eglit në shtëpinë e famshme nuk është pritur mirë as nga familjarët e Gjestit. Në një postim në Instagram, në një shkrim të gjatë, thuhet se personazhet e rikthyer në shtëpi po përpiqen ta rrëzojnë Gjestin, duke përdorur ato që kanë parë jashtë. I mbyllur për më shumë se 150 ditë, pa qasje në botën e jashtme, pa e shijuar luksin e thashethemeve apo gjykimeve të turmës, pa e ditur çfarë mendon bota që nuk ndjen as duar trokitjet e atyre që duan, por as përbuzjen e atyre që nuk e duan dhe sërish të ndjekin në çdo lëvizje të janë. I vinë njerëz që kanë pasur fatin të dalin jashtë, të mbushen me informacione të freskëta dhe t'ia servirin ato të përzgjedhurat për ta thyer, për ta rrëzuar, duke nxitur të dyshojë te vetja dhe të humbas busullën e lojës. E megjithatë ka ende fuqinë ta shndërrojë gjithë këtë presion të madh për forcë dhe për të ecur akoma më shumë përpara. Nëse ka një fitore që është më vështirë në të gjitha historitë, është pikërisht kjo. Jo një fitore që vjen gjithmonë me brohëritje, por ajo që vjen pasi ke kaluar në përhymner, kur gjithçka ka punuar kundër teje, pa asnjë dritare të hapur, pa asnjë dorë të shtrirë, por vetëm me një shpirt që refuzoi të mposhtet. Kjo është një fitore që nuk kuptohet nga të gjithë, por peshon më rënd se çdo gjë tjetër.